Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në natën vonë. Uroj që dita e sotme të ketë qenë një ditë e qetë, por edhe nëse s'ka qenë e tillë, harojnë, i dijeni pas, do vetëm një orë edhe vjen një ditë tjetër, një ditë e re. Mbrëmja sotme ka qenë një mbrëmje fantazmash për gjithë ata që e festojnë Halloweenin dhe mirë bëjnë ta shohësh realitetin në sy, mbas është mënyra më e mirë për të hequr frikën prej tij. Edhe jo vetëm për hatër të Halloweenit, por për hatër të formatit të këtij emisioni, ne edhe sot do të vazhdojmë ta shohim realitetin shqiptar në sy. Por fillimisht do të ndalemi tek një ngjarje shumë e veçantë, një ngjarje e cila pothuajse do të na pushtojë të gjithëve nesër, ditën e nesërme. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të mbrinë në Tiranë në një tur ballkanik në fund të mandatit të saj, të detyrës së saj si sekretare amerikane e shtetit. Sa e rëndësishme është vizita e saj, ka një personazh që e njeh nga afër, ka qenë ish ministër i jashtëm, ka pasur takime jo vetëm me Hillary Clinton në kohë më parë, por edhe me sekretarë të tjerë amerikanë të shtetit, për të kuptuar pak më shumë se si janë sekretarët amerikanë të shtetit. Çfarë do të presim nga vizita nesër e Hillary Clinton, unë ftoj të parin për mbrëmjen e sotme, zotin Pascal Milo. Mirë se erdhe. Se gjetëm. Mirë se erdhe, zoti Milo. Se gjetëm. Mund të uleni? Faleminderit. Ishte surprizë vizita e Clintonit në momentin e parë që mësuat që ajo do të vinte në Tiranë? Jo, kemi kohë që e dim që do të vi. Jo thjesht sepse atë e ka publikuar kryeministri shqiptar, zoti Berisha, në momentin kur i ka bërë ftesën, por ka patur komente të tjera, informacione të tjera, pra me pak fjalë ardhja e zonjës Clinton është një vizitë e premtuar prej kohësh. Kështu që më në fund ajo realizohet si sekretare shteti, realizohet në kuadrin e një turi ballkanik, se duam edhe teleshikuesin tuaj ta sqarojmë që nuk është një vizitë e posaçme vetëm për Shqipërinë, po është një tur ballkanik që ka çuar atë në Sarajevo, Beograd, Prishtinë, Tiranë dhe do ta çojë nesër pastaj edhe në Kroaci. Pra, me pak fjalë, është një tur rajonal. Një tur rajonal, po Clinton do të qëndroj, besoj, edhe sipas agjendës, me cilën teleshikuesi do të njohim edhe gjatë bisedës sot, me pak orë në Tiranë, për hir të së vërtetës, duhet të mbri rreth orës 10 paradite dhe deri rreth mesditës, rreth orës 13 duhet i ketë mbaruar gjitha takimet me krerët më të lartë të shtetit. Po pse zgjodhi Clinton në fund të mandatit të saj, si sekretare amerikane e shtetit, të bënte një tur ballkanik? Si mendon? Besoj se është një prioriteti politikës amerikane dhe padyshim kemi të bëjmë këtu në një moment ku Ballkani perëndimor është në një fazë shumë të rëndësishme të historisë vetë. Është momenti kur politika amerikane patjetër që duhet edhe një herë tjetër të konfirmojë rëndësinë që i jep zhvillimeve politike dhe të perspektivës në këtë rajon. Dhe jo pa qëllim, nga njëherë vizitat në fund të mandatit nuk dëshmojnë se vërtet prioriteti për këtë rajon mund të jetë nga më të fundit, por kërkon edhe njëherë tjetër të nënvizojë rëndësinë që kjo administratë amerikane, e cila pritet që të konfirmohet edhe njëherë tjetër, por këtë do të varet nga rezultatet e 6 nëntorit të zgjedhjeve, por që unë e vlerësoj si një moment shumë të rëndësishëm në politikën e jashtme amerikane dhe që për ne është shumë mirë që politika amerikane, pavarësisht se është në prag të një ngjarje të madhe që do të përcaktojë fatin e qeverisë së ardhshme të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, gjen kohë, pra disa ditë para se të fillojnë të përfundojnë zgjedhjet, gjen kohë që të bëjnë një turne disa ditor në vendet e Ballkanit perëndimor. Në Prishtinë, Clinton në vizitën e saj, përpara se të mbrijë nesër në Tiranë, ka deklaruar edhe njëherë mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë për shtetin më të ri në rajon, që është Kosova, edhe Clinton edhe lidhjet e saj me Kosovën dihen tashmë nga gjithë ata që kanë pak më shumë informacion, po themi, rreth këtyre marrëdhënieve, ja ku janë edhe pamjet që na shoqërojnë vizitës Hillary Clintonit në Kosovë, është edhe kryeministri Thaçi, ka qenë shoqëruar edhe nga Catherine Ashton, nga baronesha Catherine Ashton. Çfarë pritet të diskutojë Clinton në Shqipëri? Duke marrë parasysh do të ketë një fjalim në parlament. Çfarë do të na thotë Clinton? Sigurisht ne nuk mund të përcaktojmë me saktësi se çfarë ajo do të bisedojë nesër me drejtuesit
e shtetit shqiptar me kryeministrin dhe me presidentin e Republikës dhe me kryetarin e Partisë Socialiste, zotin Rama. Por përgjithsisht duke patur në konsiderat çfarë mesazhesh kanë ardhur nga Washingtoni dhe çfarë mesazhesh ka përcjell një nga ndihmësat e saj gjatë disa ditëve më parë, le të themi rreth 2 javë më parë, mund të parashikojmë që zonja Clinton nesër në radhë të parë do të përcjell vlerësime për këtë partneritet të madh dhe të rëndësishëm shqiptaro-amerikan, për këtë besueshmëri të madhe që kanë shqiptarët tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njëkohësisht mbështetjen e madhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Shqipërisë, gjithmonë Shqipërisë dhe askujt tjetër, popullit shqiptar në përpjekjet e tij për të ndërtuar një demokraci solide, për të konsoliduar institucionet e shtetit ligjor, për të garantuar funksionimin e këtyre institucioneve me qëllim që Shqipëria të ndërtojë një demokraci solide. Të ndaloj pak tek një fjali që sapo e thatë zoti Milo, Shqipërisë, vetëm Shqipërisë dhe askujt tjetër. Pikërisht po kështu, duhet ta përsëris edhe një tjetër. Askujt tjetër në Për teleshikuesit tuaj, zonja Clinton nuk vjen këtu për asnjë përfaqësues politik, nuk vjen për qeverinë shqiptare, nuk vjen për zotin Berisha, nuk vjen as për zotin Rama, vjen për Shqipërinë dhe shqiptarët. Është e rëndësishme të theksohet kjo? Është e rëndësishme të theksohet me qëllim që të mos ketë spekulime politike, mos ketë keq interpretime të vizitës së zonjës Clinton në Tiranë. Po pse ka pasur herë tjetër kur ka ardhur edhe presidenti Bush në Tiranë apo sekretarët të tjerë amerikanë? Po, ka patur spekulime dhe keq interpretime, madje në praktikën e politikanëve shqiptar, çdo vizitë e rëndësishme, qoftë në Tiranë ose çdo vizitë e tyre në Washington është përkthyer, siç thatë edhe juve, sikur kjo mbështetje është për individ të veçantë politik. Absolutisht asnjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë konsideruar të tillë. Një kompleks është një provincializëm ballkanik dhe një kompleks inferioriteti, sepse çdo politikan shqiptar gjithmonë ka vrapuar që të dalë një fotografi apo të shtrëngojë dorën presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo të sekretarëve të shtetit. Për hir të vërtetës, kryeministri Berisha ka pasur me të vërtetë shumë fat gjatë gjithë kësaj periudhe që ka qenë në pushtet, ka pasur takime mbreslënse me njerëzit më të rëndësishëm të botës. E thoni juve? E thot fakti apo e thot zoti Berisha? Ngjarjeve, jo, e thon ngjarjet. Unë mund t'ju deklaroj me bindje të plotë dhe në shkallë krahasuese që në këto 20 vjet krahasuar me mandatin e parë të zotit Berisha, këto afro 8 vjet qeverisjes së tij të dytë kanë qenë për të për nga kontaktet ndërkombëtare nga qeverisja më e dobët, përfaqësimi më i dobët ndërkombëtar. Pse? Sepse apo jo them një fakt i thjeshtë. Zoti Berisha në 8 vjet të qeverisjes së mandatit dytë të tij nuk është ftuar asnjëherë zyrtarisht në Shtëpinë e Bardhë. Si kryeministër i Shqipërisë që po bën 8 vjet qeverisje. Në qoftë se në mandatin e parë 92-97 u ftua 2 herë në Washington zyrtarisht dhe u ftua 2 herë nga presidenti Clinton. Dhe në mandatin e dytë që është dhe më i gjatë, në qoftë se qeverisi 5 vjet si president, 92-97, në mandatin e dytë 2005 dhe me sa duket do ta shtyj deri në 2013, janë 8 vjet dhe ai nuk është ftuar asnjëherë në Washington zyrtarisht. Ju duket pak kjo juve? Çrëndsi kanë shtrëngimet e duarve në mbledhjet e partive popullore, që janë disa sekonda i jep dorën kancelares gjermane apo presidentit francez apo ndonjë presidenti apo kryeministri tjetër, ose kur shkon në Bruksel dhe atje në takimet. Po nuk është e njëjta gjë, zoti Milo, që ta vlerësojmë suksesin e një politikani apo të një kryeministri nga këto ftesa, ashtu siç nuk duhet ta vlerësojmë nga këto vizita, të cilat janë vizita për krahje për vetë shtetin. Për shkak të përvojës që kam, bilanci i një kryeministri apo dhe një qeverie ndër të tjera në marrëdhëniet me jashtë matet
me numrin e ftesave zyrtare që merë për të bërë një vizitë zyrtare dhe me numrin e miqve, kryeministra apo president që vinë për vizitë zyrtare në Shqipëri. Nuk matet me sasin e shtërëngimit të duarve në konferencat të ndryshme ndërkombëtare apo spontane. A bim dakord e lëm pas Berishën dhe Ramën dhe flasim për zonjën Clinton? Po, zonja Clinton e njihni personalisht, më trego pak, zoti Mila, momentin që ju e keni takuar personalisht për herë të parë, kontaktin e parë me zonjën Clinton. Po, për herë të parë zonjën Clinton e kam takuar në shtator të vitit 1997, kur sekretari delegacionit shqiptar në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Kemi një foto tuaj që na shoqëron. Si një ministër, jo, ky është takimi në Shkup. Ky është takimi me Bill Clinton. Ky është takimi me, po aty kam takuar dhe zonjën Hillary Clinton. Po ky është më i vonë. Ky është takimi në Shkup kur ne kemi shkuar në përfundim të konfliktit në Kosovë dhe zoti Clinton ka ardhur në Shkup për të na takuar së bashku me presidentin e Maqedonisë, në atë kohë Kiro Gligorov, dhe me drejtues të tjerë politik të Maqedonisë. Kemi bërë një takim të përbashkët, pastaj neve jemi takuar veç me zotin Clinton këtu. Këtu është takimi me zonjën Clinton në Shkup. Në Shkup. Po, jo, ky është takimi i vitit 2000. I vitit 2000 ose i qershorit 99, më duket. Fundi qershorit 1999 është ky takim në Shkup. Ju e keni takuar zonjën Clinton për herë të parë në pozicionin e zonjës parë? Në pozicionin e bashkëshortes presidentit amerikan, thash në shtatorin 1997. Kemi shkëmbyer disa fjalë, sepse atje ishte një pritje. Çfarë fjalësh mund të shkëmbesh në raste të tilla me gruan e parë të presidentit, aktualisht sekretari amerikan e shtetit? Në raste të tilla protokoll është pak a shumë. Protokoll, patjetër. Prezentohesh ku je, kë përfaqëson, si jeni, si shkoni, edhe thuen 5 fjalë vlerësuese, për shembull në atë takim me zonjën Clinton, presidenti Clinton më ka thënë që ne do ta mbështesim Shqipërinë në rrugën e saj demokratike. Kemi thënë edhe që profesion ke, nga vjen pak fjalë, padyshim se presin radhën të tjerët që ta takojnë. Për të treguar një bisedë që është brenda protokollit, po ka dhe ato tonalitetet njerëzore. Pikërisht njerëzore. Pastaj kemi pasur rastin këtu me zonjën Clinton, për shembull, jemi duke biseduar për Shqipërinë, po këtu jemi duke biseduar edhe për vajzën e saj Chelsea Clinton, të cilën unë e kam takuar, kam një fotografi tjetër bashkë me zonjën Clinton dhe Chelsea. Në këtë moment. Jo, nuk e ka regjia, se unë nuk pata shumë kohë që të çfletoj albumet Po çfarë folët për Chelsea? Me Chelsea kemi folur për vajzat e mia, cilat pak a shumë i kishim në një moshë, më pyeti ku studiojnë, çfarë bëjnë, si janë, edhe unë duke e ditur që vajzë vetë me presidentit dhe e zonjës Clinton. Pika e dobët e tyre, besoj. Po, pika e dobët e tyre, edhe oratulluan muhabetin rreth studimeve, Pra, këtu kemi qëndruar goxha këtu, sepse ndërkohë presidenti Clinton ishte duke biseduar me Kiro Gligorovin, dhe neve ishim të lirë dhe prandaj zonja Clinton rinte me ne dhe bisedonte. E kuptoj. Çfarë natyre është zonja Clinton? Në aq sa keni mundur të perceptoni edhe duke marrë parasysh zoti Milo që ju jeni një diplomat i klasit parë, arrini ta kuptoni edhe pjesën e zyrtare edhe pjesën njerëzore që fshihet pasaj. Po, është me dy fjalë do t'ja u them. Dy cilësi të cilat mund të thoni juve që shkojnë janë kundra njëri tjetrit, po unë nuk besoj. Është shumë zonjë e brisht nga ndjenjat, po shumë karakteri fort në vendimarrje. Është grua e fort dhe shumë e ndjeshme, njëkohësisht. E kuptoj. Edhe këtë në fakt e ka treguar nëse dikush që na ndjek ka lexuar edhe biografinë e saj, autobiografinë e saj, mund ta kuptoj fare mirë këtë që ju po thoni. Edhe është absolutisht në karriera e saj që kur ka qenë studente në mënyrë të veçantë, ambicioze, e fortë, shumë e vendosur, e fortë për të arritur objektivat e saj. Në krahasim me bashkëshortin e saj, ish presidentin Clinton? Padyshim që kanë diferenca. Kanë diferenca në shkuptim? Kanë diferenca në kuptimin që presidenti Clinton është më shumë intuitiv,
ka një zgjuarësi natyrale dhe nuk ka vullnetin dhe ambicien e gruas vetë. Jo, është më shumë spontan. Më spontan, më sportiv, ndoshta, më sportiv se sa. Më komunikus është kështu. Në qoftë se do ta krahasonim Hillary Clinton edhe gjithë, po themi, këtë mandat të saj si sekretare amerikane e shtetit me të tjera sekretare amerikane të shtetit që ju i njihni edhe i njihni, besoj, i njihni shumë mirë edhe për shkak të detyrës që keni pasur, me Madeleine Albright për shembull. Po, unë Madeleine Albrightin e njoh shumë mirë. Më thuaj, bërë vite si është Madeleine Albright? Pune me të. Pastaj bëjmë një krahasim midis sekretareve amerikane të shtetit në kohë. Madeleine Albright unë e vlerësoj mbi të gjitha se ka qenë dhe mbetet një profesore e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë. Dhe vjen nga qarqet akademike amerikane, se u fut në diplomaci. Ajo ka një karakteristikë të përbashkët me zonjën Clinton për shkak të vendosmërisë së saj. Edhe ajo ka qenë grua shumë e fortë. Edhe ajo ka qenë një grua që artikulonte shumë mirë ato që ka donte të përcillte si mesazhe. Ajo vinte përgatitur me skeda kaq të vogla, edhe ishte shumë metodike në përcjelljen e asaj që ka donte të thoshte. Ishte shumë kurajoze, ishte madje nga njëherë e shkelte dhe protokollin kur donte që ta përcillte mesazhin në mënyrë sa më të drejtë për drejtë. Por ishte një kosise shumë e dashur. Për shembull, takimet e saj shumë e ngrohtë, ai sa mund të bësh xheloz mjaft ministrat jashtëm. Se që kishte një simpati të veçantë, ndoshta jo për mua si person, po për Shqipërinë edhe për... Keni pas marrëdhënie shumë të mira. Kam parë shumë marrëdhënie të mira. Madje në çdo takim takoheshim, kam një numër të madh fotografi se e kam takuar shumë herë, kemi qenë afër për dreka, për darka, për bisedime, edhe bisedime si dy ministrat jashtëm, por ajo kënaqej shumë dhe kënaqësinë ai di si e ndjente kur pëlqente çka thoshja, edhe kur ishte larg dhe kur ishte afër më shkelte syrin. E mora mesazhin, modeli i saj më shkelte syrin. Dhe nganjëherë e pa një nga kolegët e mi, tha, "Shkeli syrin", më tha mua. Çfarë ka këtu? Çfarë ka ndodhur, më tha. Edhe unë i shpjegova që është një mënyrë komunikimi që ajo dhe unë kemi, po që jemi okej. Edhe po të ishte në fund të sallës, pasi mbaroja fjalimin unë, ajo tak më shkelte syrin. Do të thënë jemi në rregull. E kuptoj. Keni mbajtur marrëdhënie të mira miqësore, zoti Milo, me zonjën Albright, edhe mbas, po themi, ndryshimit të pozicionit zyrtar? Po. Komunikoni me të? Po, kam komunikuar me të edhe më vonë. Bile kam dhe adresat e e-mailit dhe telefonet e saj edhe në pozicionin ku ajo ndodhet tani si drejtore e Institutit Partisë Demokratike. Tashi ajo në fakt është dhe profesore në Georgetown University, është rikthyer përsëri në punën e saj, në jetën e saj akademike, të suksesshme padyshim, siç ka qenë gjithmonë. Këtu jemi në një moment që qesh në këtë fotografi, qeshim sepse është vizita në prill të vitit të 2000, 99, është 50 vjetori i NATO-s, dhe ne kemi qenë bashkë me presidentin e Republikës dhe kemi qenë në zyrën e saj në Departamentin e Shtetit për një takim të veçantë me të, dhe në një moment caktuar ajo ka dalë fotografi me presidentin Mejdani, dhe unë i thash me të qeshur, zonja Albright, po mua më harruat, i thash, me të qeshur. Ajo me njerë është kthyer në këtë pozicion dhe na kanë kapur kamerat, janë dhe 2-3 fotografi tjera, po kjo është se kemi qeshur me njëherë, edhe i drejtohet zotit Mejdani dhe i thot, zoti president, tha, ky ministri juaj i jashtëm, tha, është jo diplomatik me mua. E ka thyer, po themi, protokollin. Me humor, po këtu jemi në një takim tjetër, më duket se nuk jemi në Tiranë, kam frikë se këtu jemi në Bruxelles, në një nga takimet e shpeshta që kemi patur, në kuadrin gjatë konfliktit në Kosovë, jemi në një takim që janë mbledhur ministrat e jashtëm
të vëndeve antare të NATO-s dhe të vëndeve kandidate për antarë të NATO-s për diskutuar për konfliktin në Kosovë. E kuptoj. Si është kontakti, si komunikojnë sekretarët Amerikanë të shtetit, si përcjellin mesazhet? Ju më thatë për karakteristikat që kishte Madeleine Albright me skeda, që ndonjëherë dilte për të qenë e qartë në mesazhin e saj, po si operojnë ata në këtë institucion të rëndësishëm që përfaqësojnë, jo vetëm në Amerikë? Një institucion politik bërës, pothuajse i një rëndësie të veçantë në gjithë botën. Mekanizmi është pak a shumë i njëjtë për të gjithë, sepse strukturat dhe ministrive të punëve të jashtme janë ato që përpunojnë materialet dhe ofrojnë në fund si një rezultante e punës tyre dhe e konsultimeve të gjëra që bëjnë gjitha strukturat, tezat kryesore, të cilat marrin miratimin para prakt të saj ose të atij, të ministrit të jashtëm, dhe vendoset përfundimisht pastaj që të përcillen këto mesazhe, këto teza në komunikimin me palën tjetër ose për të mbajtur një fjalim. Këtu jemi për shembull fotografia kur zonja Albright ka ardhur në shkurt të vitit 2000 në Tiranë. Vizita zyrtare e saj në Tiranë është momenti ku drejtohet popullit të Tiranës nga kryeministria. Aty kemi patur një bisedë të gjatë dhe shumë interesante në atë kohë me zonjën Albright, por që për fat keq na ndodhi dhe një incident që proces verbalin e takimit me zonjën Albright na e dekonspiruan dhe na e nxorën tek koha jonë dhe kështu që ndodhi një incident i padëshirueshëm, por ishte problem për sekretarët Amerikanë të shtetit të dilte ky lloj proces verbali apo ishte problemi për ne? Patjetër se nuk mund të protokollit diplomatik i këtij niveli. Jo protokoll, por ka biseda dhe ka gjëra që duhen mbajtur sekret, sepse në një bisedë zyrtare thuhen shumë gjëra, po ato nuk mund të bëhet pronë e opinionit publik, sepse kështu funksionon diplomacia. Çfarë gjëra thuhen? Po shumë ka takime kokë më kokë që mund të mos thuhen kurrë. Ka biseda të tilla që reflektojnë në dokumentacionin diplomatik, por që nuk janë për një konsum të gjerë? Absolutisht jo, dhe që klasifikohen me vite, mund të klasifikohen dhe për jetë, ose për 50 vjetë, ose për 75 vjetë, por përgjithsisht deklasifikohen në një kohë 20 deri 25 vjetë, varet nga ligji që kanë për arkivat shtetet të ndryshme. Sepse 20-25 vjetë nuk janë pak. Po, nuk janë pak, pra përgjithsisht janë biseda shumë të rëndësishme të cilat duhen respektuar. Kanë bëjnë me politikën e jashtme, me rajonin, me direktiva. Kanë të bëjnë me sekrete shtetërore, kanë të bëjnë me vlerësime që mund të bësh për një palë të tretë, për një vend të tretë, për një qeveri tjetër, ose për persona politik, sepse aty diskutohen edhe për persona politik. Për shembull, në takimet tona aty kemi biseduar edhe për Berishën, kemi biseduar edhe për Nanon, kemi biseduar edhe për X-in, edhe për Y-in, edhe për Z-ën. Janë edhe për politika, edhe për gjëra që si duhet funksionojnë. Pra, diplomacia është e bukur sepse është dhe sekrete në një masë të madhe të saj. Që do thotë, edhe vizita nesër e Clintonit sigurisht që do të ketë edhe këtë pjesën sekrete që askush nga ne nuk do ta di. Patjetër do të ketë, sepse jo gjithçka bëhet publike, edhe kur zonja Clinton nesër do t'i adresohet parlamentit shqiptar, por nëpërmjet parlamentit shqiptar ajo do t'i adresohet opinionit publik shqiptar, prandaj bëhet dhe flitet në parlament dhe do të transmetohet drejt për së drejti, por do të ketë takime me presidentin e Republikës, do të ketë takime me zotin Berisha, do të ketë takime me kryetarin e Partisë Socialiste. Aty në momentet caktuara ajo varet tash, nëse ka për të thënë diçka që duhet të mbes plotësisht sekret, bëhet takimi kokë më kokë. Bëhet kokë më kokë vetëm me presidentin e Republikës ose me kryetarin e Partisë Socialiste, por nëse ka për të përcjellë mesazhe përgjithsisht që duhen përcjell zyrtarisht, atëherë ato do të jenë publike. Jo të gjitha mund të jenë publike. Pjesa publike dhe pjesa sekrete që e tham. Më thuaj, klasa politike shqiptare, sa seriozisht i merr gjithçka thuhet edhe vjen edhe nëpërmjet sekretarëve amerikanë të shtetit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në pjesën publike, edhe në këtë pjesën private, sekrete, të cilat mund të jenë direktiva që ne nuk mund t'i dim kurrë. Kur flet sekretari amerikan i shtetit, duhet të them që çdo gjë merret shumë seriozisht. Jo vetëm të bash shënime, por të mos të shpëtoj asnjë presje
nga ato çka ata thonë. E kuptoj. Më thuaj pak për Colin Powell. Colin Powell është një ikon e politikës amerikane, po jo vetëm kaq, sepse ai ka kryer detyra shumë të rëndësishme edhe në funksionet e tij si shefi shtabeve të ushtrisë amerikane, ka qenë shumë i suksesshëm dhe i evidentuar si njeri, si personazh, përveç asaj që njohim. Ka një portret të ëmbël, miqësor. Shumë miqësor, është vërtet shumë i ngrohtë. Është shumë jashtëzakonisht miqësor, të krijon afërsi që në takimin e parë nuk mban distancë, se për shembull me këto dy sekretaret e tjera, me zonjën Albright për shembull, zonja Albright nuk është kollaj të ndërtosh marrëdhënie me të. Një marrëdhënie përtej akullit diplomatik. Po, përtej. Është më e vështirë, vetëm po i fitove miqsinë, domethënë edhe respektin, ajo pastaj të mban afër edhe të jep miqësi. Kurse Colin Powell është për një herë është afrohet, për një herë është të krijon një atmosferë të ngrohtë. Për shembull këtu jemi më duket se këtu është në takim në Budapest, me rastin e 50 vjetorit të NATO-s, që u zhvendosën përsëri. Jo, më fal, është 2001-shin. Është diçka një përvjetor i madh, nuk e di çfarë ishte në Budapest, jemi takuar. Pastaj jemi takuar në Shkup. Jam takuar 3 herë, sepse ishte edhe viti im, një vit e gjysmë si ministri i jashtëm. Mandatin më të madh e kam shpenzuar me Madeleine Albrightin si sekretare shtetit. Një vit e gjysmë kam pas të bëj me Colin Powell. E kam takuar në Washington, ku kam shkuar posaçërisht për të takuar. Kështu që kemi pas disa takime dhe përshtypjet e mia, mbresët e mia janë jashtëzakonisht mira. Është një qenie njerëzore shumë e ngrohtë. Edhe shumë e lartë. Shumë e mirë. Zoti Milo, me që jemi në fund, sipas optikës tuaj, duke qenë se ju e njihni mirë diplomacinë, ashtu siç njihni edhe realitetin politik shqiptar kohët e fundit, aq më tepër nesër që zonja Clinton do të mbri në Tiranë. Çfarë mesazhesh mendon? Ku mendon që do të ndalet? Paktën në pjesën publike, pjesën sekrete? Unë besoj se ajo do të jap në radhë parë një mbështetje për zhvillimet demokratike në Shqipëri, do të inkurajoj në mënyrë të veçantë qeverinë shqiptare dhe opozitën padyshim, që të gjejnë gjuhën e përbashkët për të plotësuar ato mangësi që kemi në rrugën për të fituar statusin e vendit kandidat. Pra, ky do të jetë mesazhi i parë që ajo do ta nënvizoj fort. Mesazhi i dytë që besoj që ajo do të jap është që klasa politike shqiptare të shkojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare duke respektuar rregullin, ligjin dhe të bëj zgjedhje të lira dhe të ndershme larg gjithë atyre mangësive që kanë patur zgjedhjet shqiptare të kaluarën, duke vënë në duke që do të vëzhgohen me seriozitetin më të madh, me angazhimin më të madh, edhe nga OSBE, ODIHR-i, por edhe nga vetë qeveria amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mesazhi i tretë besoj që ajo do të japë është në lidhje me rajonin, në lidhje me Kosovën, në lidhje me përpjekjet që duhet bëj qeveria shqiptare, Shqipëria vetë, për stabilizuar rajonin, për të mos e lënë rajonin që në këtë frym nacionalizmi që po fryn në të gjitha vendet e rajonit aktualisht, në këtë epokë krize që ekonomiko-financiare mund të ketë shpërthime nacionaliste të cilat mund të sjellin mbrapa Ballkanin në çështjen e stabilitetit politik. Ashtë më tepër që Ballkani është gjithmonë shumë delikat. Është shumë delikat, sepse kemi vatra akoma të cilat mund të prodhojnë tensione nacionale që mund të fare mirë të përfundojnë konflikte. Prandaj ajo do të nënvizoj fort edhe rolin e Shqipërisë në politikën ballkanike, kontributin e saj për stabilitetin, për ruajtjen e stabilitetit në rajon dhe forcimin e marrëdhënieve ndërrajonale. Nesër ku do të jeni kur Clinton do të jetë në Tiranë? Unë do të jem duke komentuar takimet e saj në Top Channel. Aha, e kuptova. Por besoj do të jeni për ta parë nga afër ndonjë mundësi për ta takuar për shtrënguar duart, është e pamundur për të qenë të sinqert. Agjenda e saj është shumë e ngjeshur, shumë e ngushtë. Janë vetëm 3 orë, do ketë 3 takime dhe
kështu që protokolli duke qenë edhe larg institucioneve të cilat ajo nga pikpamja zyrtare duhet i takoj normalisht, nuk pretendoj unë dhe shumë kolegë të mi që t'i shtrëngojmë qofte edhe dorën. Po të isha në kuvendin e Shqipërisë me siguri që mund ta kisha atë mundësi, po nuk e kam. Faleminderit zoti Milo që ishit me ne. Edhe Welcome Mrs. Clinton është titulli i kësaj pjese të parë që besoj do të vlej edhe për ditën e nesërme, sigurisht që është një vizitë e mirë pritur nga gjithë shqiptarët për sekretaren amerikane të shtetit. Por ne do të vazhdojmë të mbetemi në realitetin shqiptar. E di për çfarë do të flasim pas publicitetit? Për komisionet hetimore. I takova ty... Mos i zbulo akoma. Mos i zbuloj, okej. Do të flasim për komisionet hetimore. Unë do të përshëndetem me zotin Milo dhe vetëm pas pak minutash publicitet do të jemi sërish bashkë. Faleminderit. Faleminderit. Jemi rikthyer komisionet hetimore, për këto do të flasim në pjesën tjetër të Natën Vonë. Kur i kujtoj në fakt vitet e fundit ka qenë me të vërtet të shumta gjitha komisionet hetimore, teatr absurd në shumë raste, ka pasur deri diku gallat në një pjesë të komisioneve hetimore, shumë pak kanë arritur në një përfundim të vërtet, por gjithsesi ato her pas here shfaqen, sapo mbaron një komision hetimor, shfaqet një tjetër, edhe së fundmi është shfaqur në arenën politike diskutimi dhe debati për një komision hetimor të fundit kërkuar nga Partia Socialiste në Parlamentin e Shqipërisë për Ministrinë e Mbrojtjes. Do të hetohet në këtë komision hetimor sipas Partisë Socialiste Ministria e Mbrojtjes. Po ju lën shoqërinë e kryeredaktorit të Natën Vonë, Armando Meta, ju sqaron më shumë, më pas do të jemi bashkë për të sqaruar edhe më shumë rreth komisioneve hetimore, por edhe këtij të fundit me të ftuarit e radhës. Opozita kërkon të vërë në hetim parlamentar Ministrinë e Mbrojtjes. Për këtë qëllim, ajo ka depozituar në kuvend kërkesën e firmosur nga 35 deputet për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar ndaj ministrit të Mbrojtjes Arben Imamit. Arsyetimi socialistëve për këtë lëvizje parlamentare ka ardhur si rezultat i bllokimit antiligjor dhe antikushtetues sipas tyre i mbikëqyrjes parlamentare. Afati i hetimit është propozuar të jetë 5 mujor. Objekti i hetimit të komisionit do të jenë: A. Hetimin e veprimtarisë së shërbimit informativ ushtarak. B. Hetimin e veprimtarisë së ndërmarrjes MEICO. C. Hetimin e menaxhimit të pronave dhe aseteve në administrimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe D. Hetimin e zbatimit të ligjit për gradat. Opozita, e cila do të ketë edhe kryetarin e kësaj strukture parlamentare, nëse pranohet nga mazhoranca, propozon si përbërje 9 antar, 4 nga PS dhe 5 nga PD. Në bazë të kushtetutës, e drejta e hetimit parlamentar është konceptuar si e drejtë e pakicave në parlament, pavarësisht nga pozicionimi politik, me qëllim që t'u jepet një pushtet më i fortë. Kjo e drejtë shërben njëkohësisht edhe si një mjet në duart e pakicës parlamentare për të ushtruar kontroll, kryesisht kundrejt ekzekutivit, për të kërkuar vënien përpara përgjegjësisë të qeveritarëve që kryejnë abuzimin. Por duke ju referuar traditës parlamentare në këtë drejtim, ngritja e komisionit të radhës në kuvend nuk pritet të sjellë sukses, po të kihet parasysh dështimi që kanë pasur 26 komisionet e mëparshme parlamentare, që janë ngritur që nga viti 1991 deri më sot. Palët në kuvend asnjëherë nuk janë paraqitur me një raport të përbashkët, ku të kenë justifikuar si ngritjen e komisioneve parlamentare, ashtu edhe konkluzionet e punës. Pozita dhe opozita në kuvend gjithmonë kanë dalë me 2 raporte, sipas interesave të tyre politike, duke i sjellë publikut dëme të mëdha dhe duke zbehur konceptin e hetimit parlamentar si një instrument shumë i fuqishëm kontrollues i pakicës ndaj shumicës qeverisëse. Edhe në mjaft raste që kuvendi ka marrë vendime mbështetur në punën e këtyre komisioneve, ato janë shpallur si antikushtetuese nga gjykata kushtetuese. A do ta thyen këtë tabu socialistët? Nisur nga përvoja e deritanishme, ka pak gjasa të ndodh kjo, po të kihet parasysh edhe rreshtimi paraprak i palëve rreth objektit të hetimit.
Kjo dëshmon se parlamentarët shqiptar të kohëve moderne nuk po arrin të afrohen as niveleve të kolegëve të tyre të para 87 viteve, të cilët për herë të parë dhe të vetme në historinë e parlamentarizmit shqiptar kanë kurorzuar me sukses punën e një komisioni hetimor. Komisioni i parë hetimor parlamentar në Shqipëri është ngritur në vitin 1925 me 7 antar, i cili unanimisht ka vënë përpara përgjegjësisë ish-ministrin e financave të asaj kohe, Myfit Libohovën. Në 100 vjet shtet, një rast i vetëm si ky që citua më sipër nuk e nderon as pak institucionin e kuvendit dhe aq më pak deputetët. Në natën vonë kanë mbritur zoti Luan Skuqi, është deputet i Partisë Demokratike, mirë se erdhët zoti Skuqi, edhe një tjetër përfaqësues i Partisë Socialiste që është deputeti Arben Çuko, mirë se erdhët. E dëgjuat besoj fjalinë e fundit të insertit përgatitur nga gazetari Armando Meta, i pari komision hetimor në Shqipëri në 1925 i vetmi suksesshëm, si ka mundësi? Vetëm arsye që ka pasur sukses ai komision është se atëre Saliu s'ka lindur akoma. Për të futur pak në histori, duke lënë më janë në goditjet politike, dua të them që ai komision hetimor ka pasur sukses për arsye të çështjeve që trajtoi, ka pasur sukses për arsye të mënyrës se si u organizu në atë kohë, dhe në vitet e demokracisë, të këto 20 vite, nuk është se nuk kanë sjell komisionet hetimore risi, nuk është se nuk kanë nxjerr probleme dhe nuk i kanë adresuar ato, por çështja është që palët nuk kanë rënë dakord. Dhe me sa duket, klima politike në Shqipëri edhe për një farë kohë nuk do të lejoj që palët të binë dakord për konkluzionet e komisioneve hetimore. Shiko, në 20 vitet e fundit, nga 91-shi deri në 2012 janë ngritur plot 26 komisione parlamentare hetimore dhe palët sigurisht që kanë qenë ekstremisht të ndara, asnjë konkluzion i përbashkët nuk është arritur deri në fund. Ky mund të quhet fare mirë një dështim, të paktën nga par ftohtë nga një gazetar. E pranon edhe një deputet këtë fakt? Çështja është shumë e thjeshtë për mua. Komisionet hetimore ta nisim nga i 1925-s. Unë kam përshtypjen që vetëm arsye që ai ka qenë i suksesshëm ka qenë sepse palët kanë pas vullnetin e mirë për mbarvajtjen e këtij komisioni. Edhe këto dështime që përmendët ju gjatë këtyre 20 vjeteve të fundit, unë përsëri shpjegoj me vullnetin politik, të pamjaftueshëm, vullnetin jo të mirë politik në lidhje me tematikën e ngritur her pas here për komisionet hetimore. Zoti Çuko, kur thoni vullnetin politik, e keni parasysh përgjegjësinë që mund të ketë për këtë, për çdo pjesë të vullnetit vet, të dyja palët, edhe partia që përfaqësoni apo jo? Vullneti politik mungon vetëm nga njëra anë? Ju flisni për palët, janë dy. Vullneti politik nuk është diçka virtuale. Vullneti politik në fundit në parlament dhe në komisione përkthehet me vota, me sasi votash, dhe kur po them vullneti politik, them që kush ka majorancën, ai nuk ka vullnetin e mirë politik që komisionet hetimore të jenë të suksesshme. Pastaj, fryma e kushtetues sonë e thot shumë qartë që është komisioni hetimor edhe instrumentat e tjera, po përmend dhe hetimin mikqyrjen parlamentare, pas kësaj vjen komisioni hetimor, janë instrumenta të pakicës për të kontrolluar punën e institucioneve, zbatimin e ligjeve demokratike të miratuara. Për të vërtetës, gjitha ligjet janë miratuar, këto 20 vit janë demokratike, por zbatimi tyre çalon. Është një përgjegjësi që zoti Çuko sigurisht që do t'ja lëri majorancës,
por edhe logjikisht funksionon ideja që është një instrument në duart e pakicës. Nuk mund të gjykojmë komisionet hetimore parlamentare me syrin e vendimit e tyre, dhe me thonë konkluzionet, me syrin e vendimeve të gjykatave. Komisioni hetimor parlamentar nuk është një hetim penal, hetim prokurorie, ose hetim gjyqësor, por ka të bëjë vetëm me nevojën që kanë parlamentarët për të kontrolluar ekzekutivin dhe institucionet e shtetit shqiptar në drejtim zbatimit të ligjit, me synimin e korrigjimit të legjislacionit që në të ardhmen mos ketë më defekte dhe të perfeksionohet legjislacioni shqiptar. Edhe më gjërë, dhe me thonë, ky është qëllimi i parlamenteve. Në këtë drejtim, pavarësisht se kanë rënë s'kanë rënë dakord palët, komisionet hetimore shpeshherë kanë nxjerrë në dukje element që janë bërë shkas për ndryshimin e ligjeve, perfeksionimin e ligjeve. Më thuaj një rast që ti mendon që është i suksesshëm. Ne kemi pasur komisionet hetimore janë bërë jo kur ka qenë vetëm Partia Demokratike në pushtet, po edhe kur ka qenë Partia Socialiste. Kemi pas një komision hetimor për tendrat publik, me fondet publike. Kam qenë unë antarit i komisioni, ku kemi nxjerrë shumë probleme të mënyrës se si bëshin tendrat, shumica me prokurim të drejt për drejt, me dokumentacion abuziv. T'ju them vetëm një shembull që bëhesh për rrugën e Sarandës, bëhesh prokurimi drejt për drejt në muaj ngusht për arsye se duhet bëhej shpejt sepse ishte sezoni turistik, kur sezoni po përfundonte. Domethënë, kjo që një shtys që mazhoranca dhe zoti Berisha konkludoi që në të ardhmen ne nuk duhet lejojmë më, ose duhet i ulim në maksimum vetëm për çështje madhore, të heqim prokurimet drejt për drejta dhe të kalojmë siç kemi kaluar sot 100% në prokurime elektronike, sepse largojnë të interesuarit palët nga njëri tjetri, kontakti fizik e kështu me radhë. Mund të ketë edhe shembuj të tjerë, domethënë, por është domethënë komisionet hetimore nuk është se nuk adresojnë dhe nuk nxjerrin probleme, por politika bën që palët mos pranojnë. Edhe juve ju duket një gjë normale që të jetë me dy raporte, sepse nuk është një hetim prokurorie. Por, përderisa i parashikon ligja, i parashikon rregulloria, nuk është për të vënë kujen. Paktën jemi brenda rregullat. Nuk është për të vënë kujen, thot zoti Skuqi. Edhe pashi gjatë kohës që po fliste zoti Skuqi kishte disa rezerva. Për të vënë kujen nuk është kjo që thot zoti Skuqi për të vënë kujen, për të vënë kujen është gjendja reale në Ministrinë e Mbrojtjes. S'kemi kalu. Jo, për këtë, ky është thelbi apo jo? Jo, sigurisht, po doja ta ezauroja pak këtë pjesën tema e këtyre ditëve, kjo është hetimi parlamentar, mbikëqyrja parlamentare në Ministrinë e Mbrojtjes, të cilën zoti Imami nuk e pranoi, kuptohet. Unë besoj që ai nuk e ka pranuar në trysninë e kryeministrit vet. Dhe komisionin parlamentar, të cilën ne kërkuam zyrtarisht në mbledhjen e komisionit. Komisionin parlamentar të sigurisë kombëtare. Për tema që kanë muaj që zjejnë. Ne kemi deklaruar që do të përdorim çdo formë demokratike në mënyrë tillë që të realizojmë kontrollin demokratik parlamentar në Ministrinë e Mbrojtjes, të indicuar nga shumë aspekte të thyrjes. Më thuaj diçka, pse nuk është një kurth politik i kundërshtarëve edhe ky komision hetimor, siç mund të kenë qenë janë konsideruar edhe nga opinioni, po them, i specializuar, gjitha komisionet hetimore që janë zhvilluar gjatë gjithë këtyre viteve në Parlamentin shqiptar. Pse nuk është? Ç'është kurthi politik? Kurth politik, unë besoj që është vetëm ai komisioni i famshëm që u ngrit nga mazhoranca që u ngrit për masakrën e Tivarit. Ku ai u tret, apo jo? Pse ky nuk beson që ne nuk po mendon që do flasim për diçka konkrete kombëtare. Gjendjen e forcave të armatosura dhe punën e Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Kjo është një çështje shumë sensitive,
çështje që besoj që është po aq sensitive për ne si opozit, është edhe për mazhorancën, është edhe për opinionin e gjerë publik, është edhe për popullin shqiptar. Forcat armatosore të Republikës Shqipërisë janë aseti kombëtar i gjithë shqiptarëve. Kanë detyra të përcaktuara qartë kushtetuese. Ka jashtëzakonisht indicio që gjendja e tyre nuk është aty ku duhet të jetë. Nuk po flas për standardet e NATO-s. Unë tashmë jam edhe deputet i Partisë Socialiste në Komisionin e Sigurisë, por duhet t'ju them që jam edhe ushtarak profesionist me i background 20 vjet në forcat armatosura. Dhe unë e di shumë qartë gjendjen në forcat armatosura dhe në Ministrinë të Mbrojtjes. Do marr vetëm 2 fakte të thjeshta nga ato që kemi kërkuar ne për mbikëqyrjen parlamentare. E keni parë faktet e fundit që publikoi Partia Socialiste për shitblerjet e armëve dhe municioneve të Mekos edhe të Ministrisë Mbrojtjes me serbët, në ato komandit serbe. U justifikua nga zoti Mami që po heqin plerat e komunizmit. Po këto plera pas kanë vlera. Sipas dokumenteve ishin shitur dhe ishin blerë. Atëre, si mund a jeni dakord juve dhe opinioni, se po i drejtohem dhe opinionit, që për një shtet si Serbia, që deri në 99 ka vrarë dhe ka prerë shqiptarë, a jeni dakord ju që Ministria jone e Mbrojtjes të shkëmbej, të japet të marë, si pale tret, armë dhe municione, me çmim jashtëzakonisht më të ulët se sa tregu? Kjo është një pikë. Ja, Pika e dëgjojmë dytë. zotin Skuqi pse nuk janë dakord në këtë pikë? Unë e di që zoti Skuqi nuk është dakord me Jo, po mua më duhet një argumenti ti. Po, a jeni dakord ju që Mos prit përgjigje nga ne, zoti Zhuva. i drejtohen publikut? Ja, të gjë. As ata nuk flasin dot tani. Unë po bëj... Ja, kemi zotin Skuqi, sepse dua që edhe... Meko, më falni, shërbimi informativ i ushtrisë me ligj ka për detyrë të grumulloj, të analizoj dhe të raportoj në instancat e veta më të larta, që nuk kupton të Ministri i Mbrojtjes, Kryeministri dhe Presidenti, informacione që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare. Kjo është detyra ligjore, thelbi detyrës ligjore të shërbimit fshet të ushtrisë. Si mundet që ky shërbim i fshet i ushtrisë të blej pistoleta me silenciator, me shurës zhurme? Për çfarë i do? Për çfarë? Si mundet që ky shërbim të blej snajper? Për çfarë? Për çfarë i do snajper aty? Ata janë grup terrorist. Pistoletat me silenciator është armë e një grupi terrorist. Nuk duhet të ketë fare shteti nga këto? Jo, shteti mund të ketë, po jo për shërbimin informativ të ushtrisë. Jo për shërbimin informativ të ushtrisë. Mund të ketë... Ja ta dëgjojmë pak variantin e Partisë Demokratike. Nuk reduktojmë, zoti Quko, problemin e vlerës dhe mënyrës se si do të funksionojnë komisionet hetimore parlamentare në blerje pistoletës. Jo. Unë nuk e di çfarë... Unë thash arsye pse ne kërkojmë mbikëqyrje parlamentare dhe komisione hetimor. Parlamenti ushton kontrollin e tij edhe për publikun në disa forma. Përmes seancave të pyetjeve, drejtohen pyetjeve ministrave ose institucioneve, drejtues të institucioneve të shtetit, përmes interpelancave, përmes komisioneve të përhershme, siç jemi ne që një komision i sigurisë kombëtare ndjek punën e Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Brendshme dhe Shërbimit Informativ, por edhe përmes komisioneve hetimore të posaçme, të veçanta. Pra janë një kompleks mjetësh që ka në dispozicion parlamenti për të kontrolluar zbatimin e ligjshmërisë. Parlamenti nuk mund të jetë prokurori, as gjykat, nuk i ka as mjetet, as funksionet, sepse dublojmë pushtetet. Ju jeni dakord parimisht të ketë një komision hetimor për Ministrinë e Mbrojtjes me kërkesat e opozitës? Absolutisht, nuk mundet ne të blokojmë, sepse ka ligja. Përveç se duhet specifiku se si do bëhet. Por, tash për Ministrinë e Mbrojtjes është ngritur një legjendë urbane, se kur blehen pistoleta, edhe mund t'i duhen. Unë nuk jam i informuar dhe i specializuar të di
se çfarë armësh i duhen Ministrisë të Mbrojtjes, qoftë dhe shërbimin informativ apo Ministrisë së Brendshme. Ka njerëz specializuar që merren me këto probleme. Përveç sa Ministria e Mbrojtjes është ajo ministri që i bëri forcat armatosura me ato standarde që Shqipëria sot jetë vetë në antar i NATO-s. Nuk mund ishte antar i NATO-s Shqipëria me një ushtri të kategorizuar siç e shprehu zoti Çuka. Kishim një ushtri të shpërndarë në të gjithë vendin, me 10.000 ushtarë. Sot dhe oficer kemi aty kjo 10.000 veçi të përqendruar. Nuk po flasim për sukseset e Ministrisë së Mbrojtjes, po flasim për komisionin e timor që është i dedikuar. Çështja do të përgjigjem zoti Çuka që tha është shpartalluar, është të vjen keq e kështu me radhë. Por që këto kanë ngritur për një kohë të gjatë problemin e pronave, çështjeve pronave ushtrisë, që kanë edhe një çështje në komision. Qëndron në themel e gjithë argumentet e opozitës për këtë komision e timor? Të shpjegoj. Ministria e Mbrojtjes ka pasur në zotërim një numër të jashtëzakonshëm pronash, sepse ishte shumë e shpërndar pika hapje, depo, reparte ushtarake, të cilat sot nuk i duhen më. Edhe çfarë po ndodh? Merret një vendim se këtë mund të kontrollojë opozita, zbatimin e ligjit për mënyrën se si shohen pronat, se si shiten e kështu me radhë. Është e drejta e saj, një çështje konkrete. Pronat lirohen me vendim të shtabit përgjithshëm. Do thënë, çfarë i duhet? Shtabi i përgjithshëm vendos. Këto thotë nuk i japin, se na i duhen ushtrisë. Të tjerat janë të lira. I ofrohen pushtetet lokal, që mund të duhen për shkolla, mund të duhen për ambiente të tjera. Pastaj i kalojnë në Ministrinë e Ekonomisë dhe më në fund në drejtorinë e ankandeve që shiten me ankand. Domethënë Ministria e Mbrojtjes nuk shet prona, nuk ka as aftësinë, nuk e ka as takrin ligjor, nuk ka as mjetet e duhura ligjore dhe njerëzore për të bërë të mundur pra shitjen e pronave. Zoti Çuko, si jeni dakord në këtë pikë? Çështja e shitjes pronave është një element që opozita e ngre në mënyrë false, sepse është një element shumë i ndjeshëm në publik, edhe për të njollosur vërmitarinë e Ministrisë së Mbrojtjes. Kjo çështje është krejtësisht false. Ministria e Mbrojtjes nuk shet prona, Ministria e Mbrojtjes nuk mund të marrë prona të tepërta. Dhe kjo është shumë e qartë. Vërtet falso është. Falso se të shesësh një pronë disa hektarëshe në breg detit të erëra hedhur 28 milion lek vjetra, 20.000 euro. Kjo falso është apo jo? Kjo është çështje që unë besoj që opinioni publik i gjerë publik është shumë i ndjeshëm. Brenda rregullave dhe brenda ligjit dhe brenda gjitha kompetencave që Ministria e Mbrojtjes mund të ketë. Gjitha pronat shiten me ankand, ose i merr ish pronari me drejt parablerje. Për çfarë kompetencash dhe rregullash ligjore po flasim? Kur ju thash rastin konkret që ne kemi denoncuar. Një pronë e ushtrisë shqiptare, disa hektarshe, në breg të detit, në vendin më të mirë, është shitur e rrahedhur, e kemi denoncuar, të rrahedhur, ish reparti i artillerisë bregdetare, se unë e kam shkelur atë vend, vetë. Është shitur 28 milion lek të vjetra. Jeni sigurt për këtë, zoti Çuka? Padyshim që kemi paraqitur dokumenta. Atëherë, si mund të pretendohet që një pronë e tillë, që është aset, është pronë publike, është aset pasuror i popullit shqiptar, të shitet, të dhurohet, më mirë themi, për 28 milion lek vjetra. A ka vend këtu për ta futur në mbikëqyrje parlamentare këtë veprim të Ministrisë së Mbrojtjes edhe më gjerë qeverisë shqiptare? Nuk e pengojmë dot. Askush nuk ka penguar të hetojmë si është zbatuar ligji në ti e di më mirë se kur do të thënë që shtabi përgjithshëm pse nuk po e bëni dot këtë unë po ngre pyetjen konkrete përsëri. Brezat e tërë të ushtrisë dhe të flotës detare kanë ndërtuar atë bazë që quhet baza e Durrësit. Po nuk është shitur baza e Durrësit. Nga dalë. Nuk ka dalë për shitje. Ne ishim bashkë. E ka thënë disa herë ministri. Është përsëri dispozicion ministri. Ne ishim bashkë dhe ministri tha, kjo bazë nuk na duhet më, do t'i marrim mjetet dhe anije, do t'i çojmë në Vlorë.
marja transferimi e kësaj baze për Vlorë kushton 15 milion euro, thellimi i kësaj baze kushton 1.5 milion euro. Atëre çfarë duhet bërë me kosto eficient? Pse nuk e bëni komisionin hetimor? Atë po kërkoj. Keni pasur një problem me mënyrën se si e kishit mbështetur në ligj kërkesën për komision hetimor? Sa e mbështetur? Dokumentacioni ligjor i hartuar nga ne për sa i përket ngritjes së komisionit hetimor është bërë nisur nga të gjithë dokumentacionet e komisioneve të tjera hetimore. Nuk është se e shpikëm ne. Janë marrë dokumentacionet e komisioneve të tjera hetimore dhe u hartua ky. Si duket, vendimi politik i kryeministrit bëri që ky komision hetimor të rikthehej në thonjza për rishikim. Ne kemi hartuar prapë sot dhe e kemi paraqitur sot. Po fakti që ju e keni hartuar prapë do të thotë që pas ka pasur nevojë për rishikim. Jo, ka një vendim të gjykatës kushtetuese. Nuk po bëhet. Vendimi i gjykatës kushtetuese ishte edhe në atë kohë kur ju ngritët komisionin për Amizalim dhe masakrën e Tivarit. Dhe mënyrën e formulimit të kërkesës. Atëre shumë bukur. E kemi riformuluar sipas vendimit gjykatës kushtetuese dhe e kemi dorëzuar sot. Sa kam parë akoma. Po u them unë. E kemi dorëzuar sot. Komisioni i sigurisë kombëtare, komisioni i përhershëm, mund të jetë një nga komisionet që ka ushtruar mbikëqyrje parlamentare më shumë në Ministrinë e Mbrojtjes se çdo komision tjetër në parlament. Unë dhe kolegu i Partisë Socialiste si kishe emrin ai, ishim bashkë në Jo, po kërkon dikë tjetër. Pirolutaj. Zoti Pirolutaj. Ishim të ngarkuar nga ky komision për të hetuar... Me të vërtet nuk e mbanit mend emrin e zotit Pirolutaj? Jo, mi se fiksuar emri Benit edhe... Jo, se mbaj mend. Jeni brenda një komisioni, keni shumë ka. Edhe hetuam problemin e shkarkimit të disa ushtarakëve të lartë. Sepse pretendohej që janë shkarkuar në mënyrë të paligjshme. Verifikuam çështjen në vend dhe absolutisht të tre ushtarakët ishin shkarkuar brenda ligjit. Sepse sistemi i ushtrisë, zoti Çuko di, ka dy ligje që orientojnë. Ligji i gradave dhe ligji... Çfarë bëri opozita? Jo, ka rëndësi. Dhe përsëri, zoti Lutër nuk ra dakord me raportin që kishte formuluar unë. Megjithëse, ligji ishte shumë i qartë, që pasi ka kaluar një sasi vitesh, pastaj është në vlerësimin e ministrit të mban apo të heq, ose duhet të përparosh në grad. Ndryshe piramida nuk ecën, ndryshe nuk hapet vendi për të lëvizur ato që kanë grad më poshtë. E kuptoj, po unë kam përshtypjen që edhe të gjitha këto janë në kuadrin e bashkëpunimit me NATO-n. Komisionet hetimore duhet të kenë një komisione hetimore me raportet përcaktuara politike. Shkëputim për pak publicitet edhe flasim pastaj pse këto komisione hetimore kanë gjithmonë qëndrime politike të kundërta të palëve me njëra tjetrën, edhe nëse mund ndryshoj ky realitet, sadopak. E kuptoj, jemi rikthyer të nderuar teleshikues, do vazhdojmë do të bisedojmë me dy përfaqësuesit e Partisë Socialiste, aty të Partisë Demokratike në komisionet parlamentare të sigurisë kombëtare dhe po diskutojmë pikërisht për një komision hetimor që është kërkuar nga Partia Socialiste për Ministrinë e Mbrojtjes. Ka pasur sigurisht debate politike ditët e fundit në lidhje me këtë. Megjithatë të dy të ftuarit që kam mbrëmjen e sotme, që janë Luan Skuqi, deputeti PD-s, edhe Arben Çuko, deputeti Partisë Socialiste, më duken pak të vakët. Nuk e di, është fakti i orarit, apo kjo çështje nuk është kaq e mprehtë sa që mendonim ne se ishte e mprehtë? Ku është problemi? Jo, kjo çështje është shumë e mprehtë. Çështja se s'ka substancë. Apo s'besoni as vetë te komisionet hetimore në përgjithësi? Ka të bëjë me një çështje madhore të Shqipërisë, me çështjen e sigurisë kombëtare. Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat Armatosur janë për mua aseti më i rëndësishëm që ka në dorë shteti shqiptar për sigurinë kombëtare. E kuptoj, jam shumë dakord në këtë pikë, por unë edhe shumë shqiptar duan të shohin një komision hetimor serioz që të dalin në një përfundim dhe të ketë një lloj vlere si ai 1925-s. Kjo është çështje botkuptimi. Nëse s'na ofroni dot këtë gjë, domethënë mos na lodhni minimumi. Po s'mund të kërkohet kjo, nuk mund të kërkohet vetëm njerëz palë.
të dyja palëve, vlen për të dy. Atëre unë po them që ne me shqetësimin politik, qytetar dhe adhetar, kemi kërkuar që të kontrollojmë, të mbikëqyrim Ministrinë e Mbrojtjes për gjitha ato çështje që i paraqitët ju në spotin e fillimit. Ram dakord bashkarisht, unanimisht, në Komisionin e Sigurisë, që do të bënit një kontroll në Ministrinë e Mbrojtjes parlamentare për ato çështje. Zotrinjtë e mazhorancës ran dakord në mënyrë unanime. Pasi kaluan disa ditë, kjo punë u bllokua nga mazhoranca. Zoti Imami si ministri i Mbrojtjes u fut atje në bunkerin virtual të tij dhe bllokoi Komisionin e Sigurisë Kombëtare për të realizuar këtë mbikëqyrje parlamentare. Ju keni bërë akuza edhe për mënyrën se si operon edhe shërbimi informativ i ushtrisë, për përgjime, janë akuza paranoja të opozitës apo keni fakte? A keni juve fakte për këtë histori? Ne kemi paraqitur fakte që shërbimi i fshehtë i ushtrisë ka bler aparaturën e përgjimit 3 ditë pas 21 janarit. Ne kemi fakte dhe nga deklarimet e kryeministrit që ka deklaruar në ato alisulacionet e tij për 21 janarin që thotë vetëm shërbimi informativ i ushtrisë më ka dhënë mua informacione për puçin e shtetit. Ka bërë detyrë, unë jam dakord me zotin. Padyshim që ka bërë detyrë, po tjetë puç shtetit. Atëherë, nisur nga kjo, shërbimi i fshehtë i ushtrisë ka përgjuar me këtë aparatin që është blerë që ne kemi të dhëna të sakta. Ka blerë 3 ditë mbas 20 janarit. Po çka përgjuar mbas 21 janarit? 20 janarit ka përgjuar opozitën, ka përgjuar partnerët ndërkombëtar, dhe ka përgjuar dhe instancat e larta të ushtrisë të vetë. Këto ne kërkuam të kontrollojmë në formën e atij vendimi që morëm bashkarisht. U bllokua. Përse? Çfarë fshihet në këtë mes? Përse? Çfarë fshihet në këtë mes? Do thotë që pse u bllokua zoti Skuqi? Ka ndonjë qendrim zyrtar për bllokimin? Jo, nuk u bllokua hetimi mbikëqyrja e Komisionit Parlamentar në Ministrinë e Mbrojtjes për nga ana jonë. Çështja ishte që në mënyrë të njëanshme grupe deputetësh të Partisë Socialiste shkojshin në Ministrinë e Mbrojtjes për të futur në zyrat e administratës së kësaj ministrie. Por nuk funksionon kështu Komisioni Parlamentar. Nuk mund të sekuestroj Komisioni Parlamentar dokumentacionin. Nuk është prokurori. Po me vendim komisioni nuk mund të. Absolutisht, se ka të drejtë. Komisioni Parlamentar merr informacion përmes dokumentave. Ata shkuan me një vendim komisioni për ta bërë. Ne shkuam me një vendim komisioni dhe me datën e përcaktuar qartë që duhet ishin dhe këta. Vendimi komisionit për të mbikëqyrur dhe për të marrë informacion nuk do të thotë që të shkosh të ulesh në zyrat administratës, ti marrësh dokument sekuestrosh, merret, thuhet si gjithë dokumentacioni kërkohet ministrit me shkresë zyrtare. Vin shkresa thirrët ministri, merret po që se ke indicje që ka shkelje të ligjit, atëherë dokumentet kalojnë prokurori. Nuk mund bëj hetim të plotë parlamentit. Kujtoj edhe komisionin e funksioneve të parlamentit. Para pakosh për kryetarin e opozitës. Ishte pak a shumë i njëjti konflikt. Ka kontroll parlamentar, ka ndarje pushtetesh, ka balancim pushtetesh. Nuk mund të funksionojë parlamenti dhe si prokurori dhe si gjykat. Parlamenti merr informacion kur ka indicje, kur ka fakte, merr dhe i çon prokurori. Është prokuroria që merret. Deri tash i përmenda dhe faktet dhe indiciat. Dhe grup fakte. Këto nuk janë fakte, këto janë ëndra që shkohen ditë për diell. Është shumë e thjeshtë. Kjo është mënyrë bot kuptimi. Është shumë e thjeshtë. Zotrinë dhe mazhorancës në komisionin tonë. Nuk keni punë të mirë me zgjedhjet, me njëri tjetrin nuk e di. Keni edhe konkurrencë të brendshme, tashin në prag të zgjedhjeve. Atëherë në Partinë Socialiste po rend kush e kush tjetë më entuziast për të kryer detyrat që ngarkon shefi vet. Por nuk blet kështu karriera, zoti Çuko. Që të shtrembrosh faktet. Nuk ka asnjë fakt për prona, sepse Ministria e Mbrojtjes nuk mund të çesi prona. Nëse ju, hajde hetojmë, del që Ministria e Mbrojtjes ka shitur prona, ka shkelur ligjin. Nuk e bën dot. Nuk shet Ministria e Mbrojtjes prona. Prandaj këto janë themi legjenda urbane. Këto janë ëndra legjenda urbane, po kjo është një dokumentacion i plot që
Juve nuk para mund qesi përgjegjësisë plot. armë, Ministria Mbrojtjes jashtë ligjit, sepse të gjitha shitjet e armëve monitorohen nga NATO dhe nga konventat e OKB-s. Nuk ke të drejtë i shesësh armë vendeve të cilat i është vendosur embargo, ose janë në listën e zezë. Po nuk që në listën e zezë, ti do bësh tregti me gjithë botën. Dhe ju dërguat edhe një letër jemi vend i lirë. Sekretarit përgjithshëm të NATO-s, Zot Rasmussen, edhe E përgjigjja dyta, ishte pothuajse nuk është e indiferente vërtet, për ju. rastësisht, se edhe Serbisë mund, por nuk është e vërtet që është shitur Serbisë. Po kujt është shitur? Ka pas një tregti me Malnezi, ka sqaruar ministri i mbrojtjes, siç ka dhe me vende tjera. Të gjitha këto armë kanë qenë të destinuara për të shkatruar. Do me thënë, do paguajmë para për të shkatruar armët. Atëherë çfarë ndodhi? Këto armë shitën, aq sa u shitën, vend që shpenzojnë para, morën para. Ku është e keq? Atëherë edhe zoti Në të Skuqi gjithë është botën futur në bëhet bunkerin tregti. virtual Vetëm, që ka ngritur vetëm ju thoni, majoranca. të mos po privatizojmë, është- të mos qesim. Jo, nuk po të thot njeri mos privatizo, po privatizo në bazë të çmimit të tregut. Mos jep Zotri, klientëve të janë shitur të gjitha me ankand. Kush është shit me ankand? Gjithë. Kush është shit? Të gjithë prona. 28 milion lekë të vjetra, ku ti tregonte? 28 milion lekë të vjetra, Shiko. 5 hektar tokë në breg të detit? Jo çdo Ç'është ky? fjalë që Po, thuti këtu sot përbën fakt. Sepse ti s'ke një dokument. kemi paraqitur ta dokumenta paraqisish? të sakta që kanë dalë nga zyrat tuaja. Nga zyrat tuaja dhe Shiko. është Nuk është çështje se është dalin shumë nga e qartë. zyrat, Nga por zyrat sot, tuaja kanë ky dalë. shtet ka vendosur transparencë të plotë. Jo, s'ka transparencë. E gjithë lista e objekteve dhe pronave që lihen të lira nga Ministria e Mbrojtjes për t'i kaluar Ministrisë e Ekonomisë dhe më vonë drejtorisë ankandeve. Jo, kjo historia e transparencës nuk është kështu si thoni ju zoti Skuqi, Vendosën sepse kishte i keni akuza. internet. Jo, kishte edhe akuza mbasi dolin dokumentat nga ana e Partisë Socialiste për shkeljet sekrete dhe u fol edhe për denoncime në prokurori. Ju mbase nuk e dini, Nëse po do ishte kaq ministri Imami transparente. Pronat janë transparente. ato ditë Po, flasim për ministri pronat. Imami ka E kuptoj, bërë jo, problemet pjesën që ju të e dhe shitblerjes së armëve. Edhe shitblerja e armëve është transparente. është komplet Është transparente dhe sekret brenda apo nuk ligjit. është Nuk është sekret? sekret. Dokumentat që ka opozita. Për Edhe shitjen e armëve, edhe që ka publikuar. unë nuk di që të ketë dokumenta sekret për tregtinë e armëve. Atëre nuk qenë në një ligj me zotin Imami. Zoti Imami deklaroi që të gjithë dokumentacioni deklaroi që ka nxjerrë sekretin ushtarak. Për cilin sekret ushtarak po flasim? Po nuk qenë ka sekret. Po padyshim që s'është sekret. nuk ka sekret. Sekreti më i madh është tregtia që ka bërë zoti Imami Shiko. dhe shefat e tim pas me serbët. Po mirë, një gjë nuk kuptoj Ky në sekreti, pretendimet këtu që keni i ka ju. djegur majorancës. Ne jemi një vend antar i NATO-s. Po. Si mund NATO ta lejonte një skandal të tillë kaq të madh sa ju keni pretenduar që keni Më zbuluar? shkujtoni se qenia S'ka skandal vend shitje alat. armëve. Edhe që NATO në në aleati fakt NATO po përgjigjen që ju nuk po thotë ktheu që nuk ishte janë shitur. pothuajse indiferente për këto Se ka më hunë kërkesa që njëri. ju bët. Zoti Imami Në ka letrën e ka Rasmussen. sqaruar, janë shitur Aleati i NATO-s armë që ishin është destinuar për të shkatruar. detyrim aq i thellë dhe aq i tillë sa këtu të merret leja edhe se çarakie do pi Imami në zyrë. Mos ta Çështja egzageroj. është që ne kemi disa detyrime që janë dhe të shkruara edhe të pashkruara. Si aleati i fundit, më i ri dhe më i vogli i NATO-s. Ne do të jemi në një linjë, në një vi me aleatët tanë të mëdhenj, dhe kur them aleatët tanë të mëdhenj, them me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë, Nuk mund që të tallemi ne me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. po pse ti mendon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta lejonin këtë gjë? Jo, po përmend tash thjesht tregtinë e armëve që bëri Meko të municioneve për rastin e Gërdecit. E keni parasysh tashmë se ç'a ndodhi atje. Dhe po ju them që të gjitha këto veprime që ka bërë Ministria e Mbrojtjes dhe ministri i saj janë thjesht veprime klienteliste në shërbim të një klani dhe të një familje. Jo rastësisht, ata tregtarët që ka bërë tregti zoti Imami e kanë bjemrin që përfundon me viç. Jo rastësisht. Se futet Fazliçi në mes dhe gjithë viçat e tjerë, për cilët ai ka bërë tregti armësh. Edhe me çmim shumë të ulët se sa tregu Për të sqaruar ndërkombëtar. opinionin. Vetëm Mali i Zi ka bler nga këto vendet e rajonit.
që i ka shitur. Dhe, po me këtë kompani shtetërore të Malit Zi, është bërë tregti edhe në kohën kur ishin këto në pushtet. Sepse tregtia armëve është tregti e ligjshme. E pa ligjshme është kur i shet vendeve të cilat janë në listën e zezë të terrorizmit. Ky zotëria Brenovici është në listën e zezë të Kombeve të Bashkuara. Është bashkë tregtar. Është ortak i asaj firmës që po thua ti. Dhe këtë e kemi paraqitur me dokumente zyrtare. Është një çështje që vërtetohet. Gjithsesi, këto indicjet dhe provat që kemi paraqitur, ju e keni parë që ne kemi 2 javë që çdo ditë një përfaqësues i Partisë Socialiste paraqiste fakte dhe prova. Keni folur, s'keni sjell asnjë provë. As për përgjimet, as për tregtinë e armëve, Ministria e Mbrojtjes ka shitur armë. Dhe ka demontuar shumë municione që cilët janë jashtë standardit dhe nuk mund të përdoren më. Edhe i blegën ata tjerë. Kjo është një gjë, kjo duhet trajtuar si sukses i Ministrisë së Mbrojtjes. Qofse nuk harxhon para për t'i demontuar, por i shet qofse me çmime simbolike. Ju keni arritur deri aty që keni thënë janë 200 milion euro, a 200 milion dollar. Mund ta gaboj domethënë këtë, që janë shitur armë dhe një tregti kaq gjigande. Ndërsa shifrat janë disa dhjetra. $1.000 deri në disa qindra. Po patyshim, nuk janë. Nëse do të bëhet tregti disponibël armë të asaj kategorie që mund të konkurosh në botë. Ti ke disa mbeturina të kohës kinezit, të cilat nuk kanë një treg shumë atraktiv. Kjo është një çështje që ne këtu nuk pas kemi gjetur tregun serb apo nuk e zgjidhim dot, domethënë se nuk kemi as specialistë asaj pune. Por në aspektin ligjor, që ne duhet ta trajtojmë, tregtia e armëve është e ligjshme dhe nuk lejohet vetëm vendet që janë listës zezë. Kjo shitje monitorohet edhe nga NATO, edhe nga OKB-ja. Çfarë do ndodh me komisionin hetimor? Nuk besoj edhe nuk pretendoj që ju të dy të vini dakord, po kështu as në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, as në Komisionin hetimor nëse ai do të ngrihet në parlament. Ne sot kemi dorëzuar Si e parashikon këtë komision, zoti Çuko? Të riformuluar përsëri kërkesën për Komisionin hetimor dhe kemi paraqitur eksaktësisht për të bërë Komisionin hetimor mbi veprimtarinë e Drejtorisë së Shërbimit Informativ Ushtarak. E keni paraqitur kërkesën? Po, sot. Pa. Dhe ne do të mbikëqyrim, do të kontrollojmë, do të hetojmë parlamentarisht. Duhet të tregoni objektin. Objekti pra, zbatimi i ligjit nga ana e Drejtorisë së Shërbimit Informativ Ushtarak. A është çështje veçantë kjo apo përgjithshme? Drejtoria e Shërbimit Informativ Ushtarak është institucioni veçantë, është dhe çështje e veçantë. Keni kaq kohë që keni akuzuar. Po ku doni të dilni me këtë hetimin e drejtorisë? Për vjedhjen e pronave, hajdeni, shikoni dokumentacionin. Drejtoria e Shërbimit Informativ Ushtarak zbatimin e ligjit në veprimtarinë e saj e ndikuar politikisht. Po, kjo është çështje e veçantë, pse nuk hetoni pikërisht këtë gjë? Gjithë dokumentacioni nuk na detyron dot njeriu. Hajde shkonin në Ministrinë e Ekonomisë. Çfarë çështje të zgjedhim? Po ju këtë çështje e keni bërë publike tani, nuk është se po ju detyrojnë. Para se bëni Pse nuk e bëni këtë? Kanë bërë pretensën. Sa komisione hetimore do bëni? Është objekt tjetër ajo. Ne si e nxorët mirë në tregun e publikut, si denoncim dhe tani po e tërheqni për ta lënë më vonë. Para një jave ne për komisionin hetimor bëm kërkesë veprimtarinë e Drejtorisë së Shiut dhe zbatimin e ligjit për pronat. U ngrit një pretendim që janë 2 çështje dhe nuk komisioni hetimor duhet merret vetëm me një çështje. Dhe ne lam pronat për një hap tjetër. Si i lat pronat, i mbajtët me akuzat dhe pronave për një hap tjetër. Keni bërë një hap mbrapa, domethënë jeni kthyer. Jo, s'ka të bëj fare me hap mbrapa. Dhe kemi paraqitur sot kërkesën për hetimin parlamentar për veprimtarinë e Drejtorisë së Shërbimit Informativ Ushtarak. Po ju lëviz fokusin. Është çështje shumë sensitive, ka të bëjë me të drejtat dhe liritë themelore. Po ju atë përmenda pak më parë që Drejtoria e Shërbimit Informativ Ushtarak ka shkelur ligjin, detyrën e saj funksionale. Po cila është prova më e fortë që ju keni për ta vërtetuar këtë në komision hetimor? Prova më e fortë është
prova më fort. Prova më fort ëndra dhe kryetari. Që edhe ne të bindemi që ky komision hetimor do të ketë diçka nuk ka të bëjë me ëndra. Ne kemi prova shumë të sakta dhe të forta dhe i kemi paraqitur. Dhe këto dokumenta kanë dalë nga zyrat e... Më e forta, çfarë është? Është një dokument që thot çfarë? Është një dokument që thot janë përgjuar partnerët aleatët tanë. Thot dokumenti? Po. Dhe opozita. Tani kjo është shkelje e hapur e kushtetues dhe drejtave dhe lirive të Kjo njeriut. është një akuzërëm, zoti Skuqi. Po ju përmend nuk mund të ndodh. Po ju përmend dhe diçka Po tjetër. nëse vërtet zoti Truko dhe krye inspektori, është hyrë ligji po që s'është. Krye inspektori. Nuk ndodh. Krye inspektori. Po të lutem, më dëgjoj tash. Krye inspektori i shërbimit informativ të shtetit, që varet direkt nga kryeministri, dje ka dhënë një deklaratë të tillë, që ka thënë, ka pasur dhe shkelje dhe tejkalime të cilat kanë qenë gabime teknike në përgjime. Ju nuk e besoni një gjë të tillë, sigurisht. Absolutisht asnjë institucion nuk ka aparatura ka deklaruar përveç shërbimit informativ. Po, këtë po them unë. Shërbimi informativ i ka shkuar. Krye inspektori i shërbimit informativ që varet direkt nga kryeministri, dje ka deklaruar ka pasur tejkalime të ligjit të përgjimeve si rezultat i gabimeve teknike. Më thuaj, këtë historinë e Komisionit Hetimor për Ministrinë e Mbrojtjes, ju do ta nisni me historinë e përgjimeve, do ta vazhdoni më pas me gjithë këto pjesë të tjera, tregtia e armëve, shitblerja e pronave? Do kemi kohë ta themi këtë gjë. Çështja themelore e Komisionit Hetimor të opozitës është drejtoria e shërbimit informativ të ushtrisë. Kjo është çështja që ne kemi dorëzuar kërkesën sot. Vërimtaria e drejtorisë së shërbimit informativ të ushtrisë, e cila në momentin që këto kanë hedhur akuzë, i kemi kërkuar zotëri mos hillnin treg akuza në publik edhe në media. Hajde ngrini komision hetimor. Keni të gjithë drejtën ligjore. Me 35 firma ngrihet komisioni automatikisht për çështjet veçanta. Se bëjnë, këto e dinë. Edhe kur i formulojnë kërkesat, i formulojnë në mënyrë të tillë që komisioni të jetë i pasbatueshëm në vendimin. Nuk e besojnë as vetë komisioni, nuk duan ta ngrenë. Pas vetë Luani se beson. Prit. Sepse e bëni se ai që shkon ke dyqani elektroshtëpiakëve dhe kërkon domate. Kërkojnë atë që s'duhet me qëllim që të krijojnë një kakafoni. Po kush krijojnë një kakafoni se s'duhet blen gjë. Tani, në të drejtën kushtetuese, në drejtën ligjore, të gjithë akuzë komisioneve domethënë është që prezumimi i pafajësisë dhe e drejta një procesi të drejtë ligjore, është drejtë kushtetuese. Në momentin që këto i kanë hedhur akuzën në treg, e kanë dënuar Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrin Imami për shitje pronash, për vjedhje pronash, për shitje armësh, për trafik armësh, se trafiku është shitje e paligjshme. Nuk ka, shitjet e ligjshme nuk bëhen në gjithë botën. Për përgjimin e diplomatëve, për përgjimin e opozitës, tash masi kanë konsumuar gjithë këto, kanë thyer ligjin, vinë thotë hajde do ngrenë komisionin. Shumë mirë, ta ngrenë. Ta ngrenë sipas ligjit, sipas kërkesave të interpretimit të gjykatës kushtetuese. Objekti thotë shpremisht, më falni t'ju lexoj, objekti i hetimit i argumentuar qartë dhe në mënyrë të mjaftueshme në kërkesë duhet të përmbajnë fakte të përcaktueshme ose komplekse faktesh, të cilat e tregojnë qartë se për çfarë po hetohet. Në këtë mënyrë objekti i hetimit evidenton një çështje të veçantë. Ky është rasti i çështjes së veçantë. Kur të kesh një fakt, ose kompleks fakt, çështja e veçantë nuk ka të bëjë me numrin si me numrin e çështjeve. Po jo, çështja e veçantë është çështja e përgjimeve të paligjshme të kryera nga shërbimi informativ i ushtrisë. Nuk mund të thosh për shembull që unë duhet të kontrolloj zbatimin e ligjit të Ministrisë të Mbrojtjes. Kjo është e përgjithshme. Është e drejta këtyre të kontrollojnë zbatimin e ligjit në dokumentacionin në mënyrën se si Ministria e Mbrojtjes së shtabi i përgjithshëm një pjesë të pronave i ka lënë të lira. Kjo është një çështje e veçantë. I shikojnë, është ka firmos presidenti po jo, se duhet firmos edhe presidenti. Do ta nisim nga përgjimet, se na Zoti Skuqi mos u mërzit se për pronat, se pronat kanë kohë, gjitha ato që ju i keni dhënë familjes,
jo tuaj, familjes tuaj politike dhe klientëve do kthe. Mos për atë siguroj unë, juve dhe të gjithë opinionin. Ato prona që janë falur dhe janë... Po ju doli rrugë tjetër, atëherë është shtyr ligji. Do kthehen ato, do kthehen tek Dy janë rrugët, ose është shitur me ankand, ose e ka marrë ish pronari me drejt parablerje. Në qoftë se nuk e këto dy rrugë, atëherë shkoni kontrolloni. Shiko, nesër do të jetë një ditë e gjatë, besoj edhe për ju do të jeni një ditë e shënuar se vjen dhe parlament, zonja Clinton. do vi zonja Clinton, do dëgjoni një fjalim që vjen nga një demokraci e vërtet, siç është ajo amerikane, dhe besoj duhet i mbani më mirë mesazhet që zonja Clinton do t'japi për mënyrën si duhet funksionojë demokracia shqiptare. Edhe besoj do t'jetë një rast i veçantë edhe në jetën tuaj, sepse nuk besoj që ndodh të gjithë deputetëve që të dëgjojnë një parlament shpesh në jetën e tyre parlamentare, po në jetën e tyre parlamentare të dëgjojnë edhe të shohin nga afër sekretarin amerikane të shtetit. Megjithatë, e gjithë kjo histori e Komisionit Hetimor, unë nuk dua ta paragjykoj, por kam përshtypjen dhe kam frikën që do të përfundoj si gjithë komisionet hetimore që janë zhvilluar nga 91-shi e deri në 2012 në gjithë këtë periudhë. Qartë, ne kemi marrë nismën dhe ne do të nxjerrim raportin tonë. Zoti Skuqi me kolegët e vet mazhorancës ka përgatitur raportin. Do të thonë ju mendoni që edhe mja detyrë edhe sfidë që keni është ta nisni komisionin të nxirrni një raport të ndodhur çfarë të dojë. Nuk e bllokon dot mazhoranca. Nëse kanë fakte, i nxjerrin edhe gjatë hetimit, i qojmë prokurori. Patyshim që do t'i qojmë prokurori. Do të presim, do të shohim sa sukses do të ketë Komisioni Hetimor i Radhës për Ministrinë e Mbrojtjes. Ku vërtetohet shkelja e ligjit, ne do t'ja qojmë prokurorisë. Por, mes gjëra duken që substancë nuk ka. Do të shohim. Ne kemi mbritur në fund, në fakt unë ju falenderoj gjithsesi që ishit me ne, do doja që të bënit një punë të suksesshme kësaj radhe me Komisionin Hetimor, pavarësisht se kush është qëllimi edhe kush është objekti i Komisionit Hetimor të radhës, po duke marrë parasysh që në vendet zhvilluar, si në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, komisionet hetimore kanë realisht një peshë shumë të madhe edhe shumë të rëndësishme për çështjet që adresohen aty. Unë do doja që edhe në Shqipëri një komision hetimor të ishte një komision hetimor të ishte serioz nga fillimi deri në fund, që nga kërkesa edhe objekti deri në përfundimin e tij. Ne kemi mbritur në fund, të nderuar teleshikues, por unë përpara se të ndahemi mbrëmjen e sotme, do doja t'ju lija takim nesër, në mënyrë specifike nesër, në orën 23, natën vonë, ditëve të enjte, ashtu siç do të jetë edhe nesër, do të vi me një format krejtësisht tjetër. Ne nesër do të takojmë një personazh i cili është shumë i rëndësishëm për momentin, nuk e njohim shumë nga afër, është zonja e parë e vendit, është zonja Odeta Nishani. Unë ju ftoj nesër të ndiqni rrëfimin e saj në shumë dimensione në orën 23. Për sot, natën e mirë nga Natën Vonë. Faleminderit edhe një herë që ishit.